E ftuar në studio zonja Majlinda Bregu, kryetare e Komisionit Parlamentar për Integrimin. Ju pash atje, ju shoh këtu. Si ju duket, cilat ishin pritshmëritë e vizitës së Vučićit dhe si ju duk kjo vizitë e sotme? Në fakt është për të vlerësuar fakti që është një vizitë e cila ishte e qetë në mesazhe, por edhe në vazhdim shpresoj të një përpjekje të përbashkët edhe të një momenti i cili është historik, dhe nuk e bën historik vetëm fakti që kryeministri serb viziton Shqipërinë mbas një shekulli, le të themi, kur prezence apo mbas një shekulli, 103 vjet nëse nuk gabohem, dhe as nuk e bën historik vetëm fakti se kryeministri serb përkulet përpara flamurit shqiptar, sepse në fundit kjo është shenjë e respektit të fqinjit. Dhe në fakt nëse fqinji yt nuk është një vend me cilin ti ndërton marrëdhënie të mira, atëherë as vetë nuk je i lirë për të ecur përpara. Por besoj se është një vizitë shumë e mirë për projektin e përbashkët që vendet tona dhe i gjithë rajoni ka në drejtim të Bashkimit Evropian. Dhe është e vërtetë që në rast se të kapur mbas ndoshta ndjenjave të epizmit apo nacionalizmit të smur dhe të lodhur, Serbia nga njëra anë do të kishte rendur drejt tendencave të cilat zakonisht i mbajnë njerëzit peng të shkuarës duke i bërë ata të jenë disfatist dhe jo duke i projektuar në të ardhmen zhvillim dhe të ardhme vendeve, kjo do ta kishte bërë të pamundur bashkëpunimin ndërmjet vendeve tona. Sikurse në fakt ai faktori i rëndësishëm që besoj që i jep një peshë dhe një mundësi më të mirë dhe zhvillimit marrëdhënieve më të mira ndërmjet Shqipërisë edhe Serbisë, është fakti se unë e konsideroj se Kosova tashmë pavarësisht se një çështje pa pranuar pavarësia e saj nga ana e Serbisë, de facto dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka instaluar një marrëdhënie të njohjes së një shteti tjetër, por ndryshe nuk mund të bënte Beogradi dialog me veten në rast se Kosova do të ishte pjesë e Serbisë. Pra, në gjithë të faktorë duke kërkuar sigurisht dhe respektimin e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës, duke shtuar kësaj që po them faktin se do të kishte qenë më vërtet shumë mirë që njohja diplomave të kishte qenë një marrëveshje e firmosur sot në Tiranë, pra për të lënë le të themi një rezultat konkret nga vizita, por jo vetëm e rëndësishme është impenjimi për të respektuar të drejtat e shqiptarëve dhe për t'u bërë atyre mundësi që të jetojnë më mirë. Si ju duk kryeministri Rama ditën e sotme përballë Aleksandr Vučićit, se ishte një takim që kishte pritshmëri të ndryshme? Të them të drejtën, Mirela, unë pata mundësin të shija tani tek ju kronikën e takimit të dy kryeministrave, nuk ka patur mundësi që ta ndjek paradite, por vazhdoj të besoj se pavarësisht lojrave që bëjmë në herë mbas here, herë si nazik me projektin ton të ardhmes evropiane, herë si, le të themi, me forma të patriotizmit të klithëm, pra herë mbas here bëjmë shpërthime emocionale me deklarata patriotike. Ajo çka ka rëndësi sot dhe me të vërtet duhet për rajonin dhe sidomos për Serbinë dhe për Shqipërinë për t'i dhënë një frym të gjithë faktorit në rajon, faktorit shqiptar sigurisht edhe në rajon, është pikërisht një lloj besimi se vetëm një ardhme e përbashkët drejt Europës është ajo që mund të sigurojë një bashkëtesë e cila të jetë e patrallisur nga trallisjet të cilat kanë qenë jo të pakta në rajon. Shqiptarët nuk janë pak, janë 7 milion sot në rajon dhe mendoni se sa faktori rëndësishëm paqja dhe stabiliteti janë, por më tepër kur shqiptarët vetë nuk kanë qenë nxitës të asnjë konflikti. Dhe edhe ky lloj pranimi i realitetit të ri për ndërtimin e një të ardhmet përbashkët, flas për gjithë shqiptarët, jo vetëm për Shqipërinë, por për shqiptarët si kom, është shumë i rëndësishëm. Por më tepër kur kjo e ardhme pranohet edhe kur shpeshherë ke qenë viktime e genocidit apo ke qenë viktime luftrave, në cilat shqiptarët asnjëherë nuk kanë iniciuar asnjë konflikt, gjithmonë kanë qenë pala si në këtë rast dhe në rastin e konfliktit që ka ndodhur në Ballkan para shumë vitesh, kanë qenë pala e cila ka vuajtur. Në fakt kryeministri serb e ka prekur Kosovën me një fjali gjatë konferencës së tij për shtyp, ka thënë qartë Kosova dhe Metohia është pjesë e jonë, megjithatë ne kemi kënd vështrime të ndryshme dhe i është referuar shumë aspektit e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve. Si e lexoni mes rreshtave këtë qëndrim të Vučićit? Ishte i shkurtër, konciz në fjalën e tij, por fjalitë e tij ishin të tëra të thëna, nuk kishte nevojë për komente të tjera. Unë besoj dhe asnjëri nga ne, edhe është një çështje ose të paktën një aspekt të cilin e kam vënë edhe në takimin që u zhvillua me kryetarin e Bashkisë dhe kryetarin e Partisë Demokratike pak më parë në takim, këtë lloj qetësie për të manifestuar se pavarësisht çështjeve të cilat na ndajnë dhe për të cilat nuk bijem dakord, pavarësisht se
E thash pak më parë dhe përsëris, unë lexoj krejtësisht ndryshe, pra e lexoj si një formë të përdorimit të politikën e brendshme, pavarësisht ndoshta se ndërmjet popullatave dhe popullsisë serbëve dhe kosovarëve nuk është një ndjesi kaq e madhe, por si një lloj ushqimi këtë nacionalizmin, i cili për sa kohë mbetet ke patriotizmi, ndoshta nuk është aq i dëmshëm. Por kur kalon tek nacionalizmi sëmur, si ai që rrezikoi të kthehej prezent me dronin në Beograd, atëherë bën situatën më të vështirë. Këtë qetësi e kam vënë re edhe aty në takim. Dhe në fakt është një qetësi që vjen si një lloj premtimi apo garancie që procesi i Berlinit ka nisur me vëmendjen e rikthyer në Ballkan. Sot, për të qenë të sinqerta, ai procesi stabilizim asocimit i nisur vite e më parë, gati në vitin 99 kryesisht, pastaj në 2003 u përforcua e tjerë me radhë, nga i cili në mënyrë të suksesshme mbas 20 vitesh nga rajoni vetëm Kroacia ja doli që të vend antar i Bashkimit Evropian. Në një kohë kur vendet në rajon nuk maten më me vende të mëdha dhe vende të vogla, me vende me histori të madhe apo vende me histori të vetë shpikur të madhe, por maten me shpejtësinë dhe me seriozitetin e reformave të cilat ndërmarrin. Pra, ky proces sot i antarësimit apo i zgjerimit në Bashkimin Evropian, duam, s'duam, dhe jo më kot nuk dëgjoni më sot flitet për zgjerim politikat e BE-s, por për politika fqinjësie, duam, s'duam është një proces i cili drejtohet sot nga Gjermania. Pra, procesi i Berlinit nuk nisi vetëm si një takim i liderëve të Ballkanit, por si një proces për t'i dhënë paqes në rajon, jetëgjatësinë, por njëkohësisht dhe garancinë se zhvillimi i këtyre vendeve është ai që realisht i afron në Europën. Mendoni që sot në rajon janë më shumë se sa 28% të papunë, pra ritmi i papunësisë. Ndërkohë që tek vendet e Ballkanit nuk arrin dikush me 0%, dikush me 1%, dikush më pak nuk kanë peshë në këtë tregun e përbashkët europian. Pra për ta bërë atraktiv dhe për të mos e lënë peng të influencave të tjera, të influencave të Rusisë në rajon, të cilat janë shumë prezente. Duhej që patjetër Europa, madje me vonesë, t'i rikthehej vëmendjes për t'i dhënë zhvillim me projekte konkrete infrastrukturore, si ai projekt të cilin kryeministrat e kanë përmendur dhe sot, të shkurtimit të distancës, por me projekte të cilat nuk shkurtojnë vetëm distancën fizike ndërmjet vendeve, por projekte që i japin mundësi bashkëpunimit real ndërmjet vendeve. Pra zhvillimit të ekonomisë, zhvillimit të biznesit, mundësive dhe lehtësimit të biznesit, duke i dhënë mundësi qarkullimit dhe njohjes turizmit sigurisht, dhe nuk është tashmë çudi që në pjesën më të madhe të Durrësit për shembull gjatë verës, por edhe gjatë jugut ka një pjesë të madhe të qytetarëve serb të cilët vinë gjatë muajve të verës, dhe ne kemi ndjerë gjatë gjithë këtyre viteve, pra mundësi reale kur e shkuara të mos jetë ndasi. Dhe kur ato pengesat të cilat na kanë mbajtur larg gjatë gjithë këtyre viteve, me dhimbje, sepse askush nuk e harron dot një të kaluar, por kur bëhet fjalë për para dhe për të fituar një të ardhmet përbashkët, këtu ka nevojë për leadership i cili të jetë kurajoz. Nëse do ishe ministrja e integrimit e Kosovës, si do ta shikoje takimin e sotëm Rama-Vučić? Me të njëjtën, le të them, vullnet të mirë që ka qeveria e Kosovës për të çuar përpara dialogun ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit. Dhe duke kërkuar ndjes që po përsëris veten, unë besoj se dikush i cili si një individ, një komb apo një komunitet që ka kaluar një traumë dhe që ka ende të freskëta në memorie genocidin, vrasjen, keqtrajtimin e shqiptarëve të Kosovës, i duhet një kurajo shumë më e madhe për të vazhduar përpara në emër të një të ardhmet të përbashkët. Dhe ajo çfarë ka rëndësi për gjitha vendet tona, përfshirë Kosovën si shteti i pavarur në rajon, është që të shoh përpara, askush nuk ndërton dot në të shkuarën më. E keqe, e mirë, e vështirë, e pafat, legjendare me ne, me shqiptarët në përgjithësi ka qenë fatkeqe, nuk ka qenë e mirë e shkuara. Por në të shkuarën nuk ndërton dot më askush. E vetmja gjë për të ndërtuar është në të ardhmen. Gjithë secili duke bërë një lloj balanci ndërmjet të kurajos nga njëra anë, por dhe të asaj që sjell pas vetes si histori kombëtare. Në situatën në Maqedoni, mendoni që kjo, le të themi, një marrëdhënie e parë në mënyrë korrekte dhe e qetë mes Beogradit dhe Tiranës ndikon për mirë për fatin e shqiptarëve në Maqedoni, për situatën politike atje? Çdo situatë e qetë në rajon dhe në Ballkan sigurisht që largon shanset për vatra konflikti apo për përhapje konflikti. Unë kam ndodhur atë ditë në cilën zhvilloheshin protestat në Maqedoni, kam qenë në Bruksel, në takimin e Këshillit të Stabilizim Asocimit. Dhe kam thënë hapur atje dhe e përsëris.
Ajo që ka ndodhi në Kumanov dhe mos respektimi i marrëveshjes së Orit tashmë prej gati 15 vitesh nga 2001-shi, nuk janë një ngjarje e cila ndodhi vetëm para 2 javësh edhe para 3 javësh. Mos zbatim të marrëveshjes së Orit, dhunim të saj, mos respektim të shqiptarëve, dhunim të tyre, ka patur her pas here thuajse çdo muaj gjatë gjithë këtyre 15 viteve. E rëndësishme është që situatat kur krijohen, siç ishte rasti i krizës në Maqedoni, të mos përshkallëzohen, sidomos në vende si Maqedonia, i cili është një shtet multietnik, nuk është një shtet i ndërtuar pa etni. Kështu funksionon. Të mos cënojnë dhe të mos marrin formën e konflikteve multietnike. Sepse kjo pastaj e ndez fitilin dhe valën e konfliktit në Ballkan, i cili nganjëherë nuk ka nevojë as për një fitil të zgjatur, i mjafton një shkëndi, na mjaftoi një ndeshje futbolli, për të marrë flak dhe për të ringjallur nacionalizmin. E thënë me fjalë tjera ajo që tha kryeministri Rama na çoi në pikën 0 një top futbolli, por kemi në fakt një marrëdhënie jo shumë të mirë, duket sikur po na hyn në ngërç marrëdhënia me Greqinë. Nuk do marri pjesë nesër asnjë përfaqësues i Greqisë në forumin ekonomik të Vjenës që zhvillohet në Tiranë. Duhet të respektojmë të drejtën ndërkombëtare, ka thënë zëdhënësi i qeverisë vetëm mbrëmjen e sotme pak, pra le të themi një orë më parë. Si do duket marrëdhënia me Greqinë? E tensionon? Mirela, unë nuk dua dhe as kam ardhur për të bërë analizë të gjithë situatës, por sigurisht ajo çka ka ndodhur gjatë kësaj jave me reagimet marrëdhënies apo të deklaratave me Maqedoninë, me një notë proteste të themi nga Ministria e Jashtme Maqedonase, nga ana e Greqisë, nga ana tjetër, e cila në fakt në mendimin tim ka kapërcyer pak më larg me deklaratën për mos zgjedhjen e nënkryetarit të parlamentit ose për zgjedhjen e nënkryetarit të parlamentit, i cili është nga komuniteti Çam, përfaqësuesi i Çamërisë në parlamentin shqiptar, Çamëria Shqipëri. Dhe këto janë po ato elementë të cilat veç se më bindin që në Ballkan nganjëherë mjaftojnë edhe të pavërtetat, mjafton edhe një buzëqeshje e tepërt, mjafton edhe një fantazëm e parë diku për të bërë të besosh që po nxitet një konflikt i ri. Unë nuk besoj se Shqipëria, madje edhe për faktin se ka qenë gjithmonë në një udhkryqje, në një pozicion historik jo të favorshëm, le të themi, gjatë zhvillimeve të historisë, të ketë nxitur ndonjëherë konflikte me fqinjet. Sikurse e besoj që përtej krizës ekonomike, sociale dhe të marrëdhënies me të ardhmen e saj europiane që ka Greqia, nuk i intereson asnjë konflikt me fqinjet. Si do duket Shqipëria në politikën e jashtme? Pritëm Erdoganin, pati shumë polemika rreth deklaratave të tij nga vendi ynë, pati një distancim më pas të qeverisë, nuk do të mbyllen institucionet gyleniste në vendin tonë. Megjithatë, si do duket politika? Është e qëndrueshme stabilizuar politika jonë e jashtme, se duket në momente të saktuara sikur jemi shumë miq, pastaj sikur qetësohemi, pastaj sikur revokojmë folklorin, traditën, patriotizmin? Siç ndodh zakonisht me Ballkanin, kur nganjëherë këtë identitetin e të qenit Ballkanas shpeshherë harrojmë, nuk duam që të na e përmendi njëri, por nganjëherë në mënyrë tinzare e përmendim vetë, ose kur themi me mesdhetar, për të treguar dhe për të justifikuar temperamentin apo teprinë e fjalëve që nganjëherë janë më të shumta se sa është e nevojshme. Unë besoj se ka vetëm një mundësi në këtë situatë, le të themi konfliktuale në përgjithësi dhe jo të qetë të gjeopolitikës, që Shqipëria, duke respektuar detyrimet që ka, por duke qenë agresive në zbatimin e detyrimeve dhe në të kërkuarin e zbatimit dhe respektimit të drejtave të shqiptarëve kudo që ata jetojnë, sepse Shqipëria është vendi i mëmb, t'i jap mundësi legjitimitet, le të themi, peshës së saj reale. Por kjo nuk mund të ndodhë pa zbatuar dhe pa qenë të bindur vetë së pari, se asgjë nuk na jep më shumë peshë ndaj fqinjit, partnerit numër 1 strategjik dje kur qeveria Rama u krijua që ishte Turqia, partnerit numër 2 strategjik më pas Italia, partnerit tjetër ka ndruar disa herë të partneritetet strategjike, nuk na jep asgjë më shumë siguri se sa stabiliteti i brendshëm i Shqipërisë. Se sa ne sot nuk e kemi matjen me gardhet e historisë. As me gardhet para 100 viteve, as me detyrimet dhe gardhet dhe cungimet e konferencës Londrës apo të Berlinit, ne e kemi matjen sot me plotësimin e detyrimeve për të qenë një vend i respektueshëm. Ne e masim veten sot sa jemi pro-europian, jo vetëm prej identitetit europian që kemi trashëguar, po prej zbatimit të ligjit. I vetmi që mund të sundoj sot në rajon pa bërë xheloz, ose duke bërë xheloz, por duke i dhënë kredibilitet vendit që arrin, është sundimi i ligjit.
vetëm duke respektuar ligjin, sigurisht edhe paktet ndërkombëtare, atëherë ke mundësi të jesh më i besueshëm. Dhe sigurisht duke mos bërë deklarata të cilat bëhen vetëm për konsum, për të hequr vëmendjen në një ditë të caktuar apo për 2 ditë të caktuara, dhe të cilat treten po aq shpejt kur nuk i beson dhe kur nuk janë të vërteta. Qartë. Unë ju falenderoj shumë, zonja Bregu, ishim me deputetën e Partisë Demokratike, kryetare e Komisionit Parlamentar të Integrimit, ish ministre e Integrimit, zonjën Majlida Bregu.